Të përbashkuar në një aleancë kombëtare kundër narkotrafikut, opozita e bashkuar nisi marshimin e dytë, me moton një komb në këmbë kundër drogës, Rama ik në shtëpi. Turma e protestuesve udhëhequr nga drejtues të lartë të Partisë Demokratike dhe aleatët u mblodh në sheshin Skënderbej për të vëshuar në këmbë drejt bulevardit dëshmorët e kombit dhe për të stacionuar në sheshin para kryeministrisë, aty ku dhe protesta kulmoi. Është këtu Tirana, zemra e vendit. Është këtu jugu dhe veriu, shqiptarët e bashkuar pa dallime politike. Kryetari i Partisë Demokratike tha se këto janë ditët më të vështira për shqiptarët, pasi një grusht narkotrafikantësh me mbështetje qeveritare guxuan që për interesa personale të përmbysnin kursin e Shqipërisë europiane, duke e vënë në kursin e Shqipërisë kolumbiane. Ishin dhe janë ditë të vështira, por shqiptarët u ngritën e po ngrihen me thirrjen e opozitës për treguar me gisht Edi Ramën si përgjegjësin kryesor për këtë gjë, duke i kërkuar të largohet sepse vendi ka nevojë më shumë se kurrë për zot shtëpie në krye të qeverisë dhe jo adjutant dhe pengjet narkotrafikut, siç e ka treguar qartë se është Edi Rama me gjithë qëndrimet e tij. Shndrimin e vendit në një bazë kontinentale të narkotrafikut, kryedemokrati e etiketoi si pabesi ndaj popullit shqiptar. Kuj do t'i duhej një leshko që vjen pushtet me betimet mëdha për të kontrolluar territorin dhe pikërisht territorin humb duke ja dorëzuar narkotrafikut. Me mashtrimet elektorale, Edi Rama i ka hyrë në hak shqiptarëve, tha Basha. Do t'i paguajnë kur të vit dita gënjeshtat e tyre, thonë qytetarët e zhgënjyret mashtruar. Duhen kundërshtuar me gjithë mjetet, siç po kundërshtojnë e po sakrifikojnë grevistët e urisë. Për opozitën, qytetarët e kanë rrëzuar moralisht Edi Ramën, ndaj kryeministrit i ka mbetur vetëm të zgjedhë orën e largimit. Për të sotmen dhe të nesërmen europiane të Shqipërisë, do t'jemi këtu në këmbë të palodhur, akoma më të shumë, akoma më të bashkuar, akoma më të vendosur në këtë barikad të pathyeshme deri në fund, deri fitore. Për rreth një orë, protestuesit mbajtën të rrethuar bulevardin, ndërkohë para se të shpërndaheshin paqësisht, u drejtuan drejt grevistëve të cilët qëndrojnë të ngujuar për brik kryeministrisë.